Subjekti merr para dhe kandidatët marrin para. Tani ka një qasje të re që ndoshta shpresojmë që ta kemi edhe në draft, edhe u tha. Do me thonë, do ja fusin vetes ata. Jo, kandidatët nuk marrin para. Marrin. I ndan. Partia është tjetër gjë se sa bën partia, po them, ajo jep subjektit. Partia i shpërndan për Degël. Po pra po dakord, po KQZ-a jep subjektit, pastaj është tjetër gjë. Ka kryetari Degës ose PD-ja është i merr në shark për t'i përdorur gjatë kohës. Dakord, po them KQZ-a. Po, ja jep subjektit si thua dhe për ta ndihmuar transparencën është që mos marrin para subjekti i kandidatët, por ndoshta të shpërndahet dhe të ketë një buxhet gjinor që tjetë për forumet e grave dhe për forumet e rinjve dhe tjetë një forum i përcaktuar në një shifër që të ndaj partia dhe vetë ata të deklarojnë subjekti dhe kandidatit, të deklaroj forumi grave dhe forumi i të rinjve. Kështë për të stimuluar forumet, për jo se kontrolon të ardhë. Po jo, edhe i kontrolon dhe i aletson, si tua shë, jo për ati ka gjitha partia. I bësh shpërndarje, se këtu e merë autokrat, i merë kryetari, edhe forumit si e basile, për shumë. Po dhe nuk i e fare më asjatarve Degëve. Rasti konkret që të uzjedhje, në Elbasan ngellën komisionerët pa uj, pa ngrënë. Se i kishë mbaruar lekët, a? Po se si kishë dhëmë partia. Pra ndaj nuk bëjnë transparencë, Harbis. Si zgjidhet kjo punë? Europa si zgjidhet kjo punë, Harbis? Po të flasim për Europën, Europa është e që thot fista. Ta thëmë si e thot fista. Jo, mos e thuaj. Po, jo, thuaj si e thot. Mu të keqë se në hap gjop direkt. Se nuk lejohen edhe me një fista, mërë zotri, nuk e thëmë. Ha gjop fista! Fistën këta, more! Do ha gjop fista! Ha gjop fista! Qënda kure ka thënë fista? Jo, se thot gjop fistës. Ore, si ka mundësi ma, shë sa i urtë janë vetë, për mlajnë më të flasë. Në momentin që ka thënë fista, diri tani, kure kina pas një herë Europën në krahun tonë, mërë se nuk e mërë vesh juve. Nisa që ditë që më duk një mu. Ne jena 1,5 milion shqiptarë, në Shqipni, nuk e di sa mund të kina me, po thona jena 2 milion. Në 2 milion i hala, ropatëna, ne që kina kriju shtetet më të maja në botë, një në racat ma të forta në botë që i kena rezistu gjdo loj pushtimit, s'kena pushtu kur kërken, dhe ne hala bëjnë, hala sot jena, mlen të maroj të lutem, se po filloj e drillem, dhe nuk na fusin në Europë, neve, nes na fusin, po kur, në kanë thënë po, shu është pra ajo që thot fista, që thot po dhe nuk ta jep pas taj. A kupton? Jo, akoma merrin me Europë, por kur e kena pas një herë të vetë me ne në krajin tonë, mo? Nuk përkërkojmë. S'ke bërë luftën ndaj korrupsionit. Ti thu, shife, unë shkoj, ja pra, çfarë standardet, pse ti mendon që nuk e kena plotësuar sa ke qenë në Rumaniti? Vdesi njerëz rrugash nga uria, hala sot që Rumania ka koqë është në Europë. Nuk ka asnjë lloj gjajt në atë vend. Ka mos ta fyes atë gjëna, sa është një komitar. Po ne i kemi si ti lajm standardet. Po pra këtë vëjmë ne veten tonë. Ne kemi plotësuar standardet. Nigjoma, po pse më ti kryesore ka qenë lufta. Ka se mund ta bëj, nigjoma, mund të këndojmë të tre bashkë, nuk flasim të tre për herë. Tani standardet, ti ke plotësuar standardet për NATO me Ziza? Nuk i ke plotësuar. Dhe je në NATO. I ke plotësuar ti standardet, je në NATO. A di për çfarë je? Për të qenë vasal. Ti je në NATO për të qenë vasal. Ti standardin e NATO-s ti nuk e këllshe, jo tani. Asi 100 vjet mbrapa. Dhe çfarë ndodh kjo? E drama, mleni të mbaroj. E drama, mleni të mbaroj thash. E drama i përgjigjet Trumpit që do ta plotësoj vetëm 5%. Po ku i ke lek më Zorraxhi? Ku i ke lek të 5%?